Dëbora ka mbuluar mëngjesin e kësaj të marte të gjithë juglindjen e vendit, përfshi këtu edhe qytetet Kors, Pogradec, Bilisht dhe Ersek. Trashësia më e madhe e dëborës është në zonat malore ku shkon deri në 15 cm. Firmat kontraktore janë duke punuar për të mbajtur të hapura akset rrugore, kryesisht të fshatrave turistike, por edhe ato të rrugëve nacionale që lidhin Korçën me krahinën e kolonjës. Policia u kërkon drejtuesve të mjeteve të përdorin goma dimërore, ndërkohë që në zonat malore këshillohet përdorimi i zinxhirëve. Ndërkohë, edhe në qarkun e Elbasanit kanë rënë rreshje të dendura shiu, breshëri dhe dëbor, veçanërisht në zonat e thella malore të Librazhdit, Përrenjasit, Gramshit dhe Elbasanit. Situata ka qenë më e rënduar në fshatrat e tjerë të qarkut të Elbasanit që ndodhen mbi 900 metra lartësi mbi nivelin e detit, ku trashësia e dëborës ka shkuar deri në 10 cm e shoqëruar edhe me ngrica. Ndërsa në Shkodër, rruga e Thethit mbetet e pakalueshme për mjetet e vogla për shkak të ngricës.